Virozat mbushin spitalet, varianti i rrezikshëm i gripit nuk është izoluar, mjekët bëjnë thirrje për vaksinim, edhe pse situata epidemiologjike është rënduar për shkak se qarkullojnë paralelisht disa viruse. Instituti i Shëndetit Publik deklaroi se nuk është izoluar ende mutacioni i virusit A të gripit, për të cilin janë alarmuar disa vende fqijimene, pasi ka transmetueshmëri më të lartë dhe ka të mbushur spitalet. Italia raporton se gripi ka arritur pikun dhe se urgjencat janë plot, aq sa pacientët qëndrojnë nëpër korridore. Shefja e laboratorit të virologjisë të ISHP tregon se janë kryer 1700 analiza që nga muaji tetor dhe janë në dispozicion aparatura të cilat bëjnë të mundur identifikimin e viruseve, por jo të gjithë qytetarët të cilët kanë qenë të sëmur gjatë kësaj periudhe apo janë aktualisht të sëmur janë testuar.